Mbështetje nga ndërkombëtarët, a keni për largimin e Edi Ramës pasi Maduro që i thoni ju në Venezuelë, lideri i Venezuelës Nicolas Maduro u arrestua nga SBA-ja, në Iran SBA-ja po mbështet protestat, a mbështet dhe SBA po dhe faktor tjetër ndërkombëtar dhe opozitën shqiptare? Betejën kundër korrupsionit e mbështet e gjithë bota e lirë demokratike. Tani më duhet të them këtu se Edi Rama me Lubi Ballukun, me lindën e Akshit dhe lindën e Surrelit të implikuar në çështjet e Akshit, me Agasin dhe Kokonën e të tjerë, është dëshmuar shembulli më i zi i një kryeministri, padrino e vërtet i një mafje ndër më të rrezikshmet në Europë. Dhe ju siguroj që opozita ka dhe do të ketë mbështetjen më të fuqishme. Mos harroni zotëri, janë 7 rezoluta ndërkombëtare, se nuk është zbërthyer se ato u censuruan gjithësisht nga mediat, në mënyrë të tmerrshme, u censuruan nga mediat e qeverisë. Nuk është kuptuar mirë se çfarë efekti shkatrimtar kanë ato mbi regjimin e Edi Ramës dhe çfarë mbështetje të jashtëzakonshme përbëjnë ato për opozitën. Lexoni lajmet e protestës së fundit. Si ishin ato? Që të gjitha, si asnjëherë tjetër më parë, në mbështetje të opozitës. Edi Rama është i pashpresë.